një studim I kohëve të fundit, studim madje I vitit të fundit, I cili shumë interesant, është studimi The Cell Reports, I cili ka nisur faktikisht për treguar pikërisht që një marrje e një doze më të madhe proteinike ka vlerë në një vakt të vetëm, ka vlerë po aq sa marrja e shumë dozave më të vogla. U nis fillimisht për të evidentuar një gjë të tillë, por u pa një gjë shumë interesante, që autofagia nuk ndërpritej pas marrjes një sasie të vetme proteinike për 100 gramësh në ditë. Gjë që ky është një lajm shumë I mirë për ata që duan të bëjnë aktivitet fizik, po dhe të kenë përfitime nga fasting, pak më I zgjatur se ato format klasike të themi 16-8. Duan një fasting më zgjatur, për shembull një fasting 3 ditor, I bërë nga individ I cili merret me aktivitet fizik do ishte shkatrues në nivelin e masës muskulare. Kështu që bërja një fasting në një formë të tillë, pa ndërprer autofagin, por duke ruajtur masën muskulare, do ishte një diçka fantastike. Duhet konsumosh 100 gram? 100 gram protein në ditë. Po çfarë lloj nga ta marrësh protein? Nga mishi? Nga mishi sigurisht. Nga mishi, nga vezët. Le të themi ajo është pak a shumë pastra pas një 400-500 makronutrient tjetër. Okej, 400-500 gram mish I bie 100 gram protein. E zëm se bën fasting 3 ditor. Nëse ti merr 100 gram në ditë, po themi. Kushti është që duhet jesh një person me një peshë me një masë indeks masë diamore të rritur. Të mirë, jo të rritur, të mirë. Të mirë pak, domethënë. Pak. Okej. Po sigurisht që ti ke atë fleksibilitetin metabolik. Je metabolikisht I përshtatshëm.